në çdo variant ju mund të imagjinoni se si do të sillet tash një popull ndoshta i cili e ka arrit me rezistencë këtë liri që e kanë tani. Dhe ata janë në gjendje që të mbrojnë dhe të zgjerojnë, të kthehen ku duhet, sepse ata vetëm janë çliruar nga ai që po i përndjek, akoma nuk kanë ku të sillen. Dhe kur kërkohet atyre luftë të ballafaqohen, ata dëgjojnë se atje janë në kuc disa njerëz, pra në komunitet, që janë shumë të fuqishëm. Dhe vërtet kanë qenë të tillë. Dhe janë edhe me shtat, me trupa të mëdhej dhe njerëz që nuk mund të mobilizohemi për ta. Në anën tjetër, këtu tregohet tash një pjesë e frikës, e cila jo lehtë shpjegohet, pra, jo lehtë edhe arsyetohet. Ka një dozë jashtëzakonisht të madhe të frikës që të ballafaqohen me atë armik të zonë për të çliruar vendin që po kërkohet prej Allahut xhalla xhelaluhu nëpërmjet Musait alayhis salam. Me fjalë tjera, ata hezitojnë dhe nuk e pranojnë një gjë të tillë. Derisa Musa alayhis salam dërgon 12 burra për të vëzhguar terrenin për të pasur si është gjendja, ata kur sjellin lajme, kur sjellin habere për atë që kanë pa aty, në fakt tyre ju futet frika edhe më tepër. Dhe nuk janë në gjendje absolutisht i përgjigjen thirrjes së Allahut për luftë. Kushtrimit për luftë në fakt në çdo vend, në çdo popull, nuk janë të gjithë të aftë të nënshtrohen, të përgjigjen, ta përfillin e tjera. Kjo çdo herë ndodh, por edhe të jenë deri në atë pas mos ketë një elitë të patriotëve, të cilët e dinë se bën të jepet jeta për diçka që është kaq sublime, kaq e madhe, siç është kthimi në shtëpinë ku ju takon të jenë ata. Dhe në fakt ata hezitojnë, e Allahu xhalla xhelaluhu kur e sheh se e kanë një gjë të tillë, pra të kryme dhe nuk janë në gjendje ta përfillin Allahun dhe t'i përgjigjen për luftë, atëherë ju ndalon për 40 vite që ata të sillen të hyjnë në kuc. Pra s'kan drejt as të shkojnë në atë vend. 40 vite ata janë endacak. Herë në atë vend, herë në vendin tjetër. Dhe kësaj pra zhvillohet populli, zhvillohet daveti, por zhvillohen edhe dukurit negative në mesin e tyre, sepse ka filluar që ata në vend se të jenë të falenderuar, sepse ata thjesht një ditë, pra s'po them një ditë me ditë, por pak kohë më përpara, ata ishin të mbytur, të vdekur. Ishin që të gjithë të zënë nga faraoni dhe ushtria e tij. Për ballë kishin detin, nga shpina kishin faraonin me ushtri, nga të dy anët ishte mbyllur dhe s'kishin katja mbanin. Nuk janë në gjendje që ta shohin me sytë e tyre atë madhështi, atë ndihmë kaq të madhe të Allahu xhalla xhelaluhu që me një të rënë me shkop Musa alayhis salam detit të ndahet në 2 pjesë. Dhe këta të jenë pastaj falendërues për këtë. Këta kështu ishin të vdekur, tashmë janë të gjallë. Dhe janë të gjallë fal shkafit. Janë të gjallë falë ndihmës së Allahut, që e kanë parë me sytë e tyre. Pse të mos i besojnë tash që kur Allahu të thotë futu në këtë luftë, me thënë, po ky Zot është që na ndihmoi kundër faraonit,